Ditën e djeshme televizioni me prestigjos i Shqipërisë Top Channel organizoi një mbrëmje madhështore me të gjithë stafin e televizionit. Kjo festë u organizua nga Lori Hoxha, presidentja e televizionit, mes të ftuarish miq e dashamirës të televizionit, që morën pjesë. U kujtua dhe figura e ish-presidentit të ndjerë Dritan Hoxhen, i cili ishte një person që nuk themeloi thjesht një media, por një zë të qartë për publikun me një staf të kualifikuar. Kiara Tito, moderatorja jone e dashur e ftuar speciale, ishte kombinuar me një veshje shumë të bukur, plot sharm. Shfaqet mes festës bashkë me moderatorët e tjera kaq tërheqëse. Aty morën pjesë gjithë anëtarët e Topit. Kiara kësaj radhe ishte kombinuar me një gofër të zi dhe një pale pantallona kadife, pushatatke të kuqëremta. Ky kombinim ishte shumë i thjeshtë, por shumë i joshës, saqë Kiara ditën e djeshme ka marrë shumë komplimenta. Festa vazhdoi gjithë mbrëmjen dhe u zhvillua tek plaza e Tiranës, ku mes të ftuarish special ishte i ftuar ishte dhe Ledri Vuala, i cili i dha me shumë jetë atmosferës së festës. Kjo festë u mbyll në ritmet e këngëve të tij dhe padyshim ishte një festë speciale. Një detaj që u vure ishte mungesa e Luizit, i cili mbrëmjen e sotme po kujdeset për Lunushin si çdo mbrëmje kur ai është i disponueshëm në shtëpi dhe presin mami Kiarën me Lunushin në festën e televizionit. Janë të gjithë trupa e baletit, moderatorët, teknikët si dhe trupa e Portokallisë, ku Kiara ka qenë gjithë kohës në shoqërinë e tyre me një qëndrim serioz, siç i ka hije. Ne i urojmë suksese të gjithëve në drejtimet e tyre. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.